Mirëshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana edhe kjo është vlogu i parë për vitin 2026. E vonova pak këtë videon sepse ndjesha që kisha nevojë për pak pushim mbas vlogmasit e dhjetorit, i cili disi më stresovi, disi ndjesha pak e ngarkuar, edhe plus tani kam filluar edhe provime këtë kohë, kështu që desha të marr kohën time, të hyj përsëri në program, edhe ky vlogu do jetë paka shumë procesi që kalova, që të rikthem në rutinën time. Prandaj po ju bëj intron këtu të parku, sepse desha t'ju shpjegoj paka shumë çfarë do shikoni në vazhdim, sepse nuk e kam filmuar si vlogje të tjera, të cilat mund të jenë filmuar brenda javës. Në këtë vlog do shikoni disa ditë kështu. Kot më kot. Një javë kam filmuar një ditë, një javë tjetër kam filmuar 3 ditë. Prandaj erdha këtu t'ju shpjegoj çfarë do shikoni në vazhdim, që të mos ngatroheni. Kam vënë edhe disa qëllime të vogla për vitin 2026, që dua të arri avash, por qëllimi i parë ishte të nis përsëri palestrën, sepse te festat hëngra shumë, ndenjta shumë, nuk bëja as edhe një gjë, kështu që e kisha të nevojshme të filloj përsëri një aktivitet. Kështu që le të shohim procesin e palestrës. Sa u ktheva nga palestra, edhe rendim shumë mirë që këtë javë kam nisur prap rutinën time, më kishte munguar. Është viti i parë që them që okay, bukur festat të janë di, po disi u lodha duke ndentur. Nuk e di, nuk jam mësuar mbase të ri kaq shumë të mos bëj asgjë. Se nuk isha të bëj as vlog, as nuk lexoja, as nuk shkoja në palestër, vetëm rija në shtëpi, dilja për ndonjë kafe, për ndonjë ekskursion, këtë janë di. Po okay, disi mërzita. Thjesht kam kuptuar që sa vështirë është të rikthesh në rutinë. Sepse okay, ju them që më kishte munguar këtë janë dhe desha, por kur vjen ora që thua, okay, tani do nis palestrën, do shkoj sot në mëngjes. Dua diku te 1 orë, mbasi jam zgjuar që të vendos që do të shohem, edhe do vishem, edhe do dal nga shtëpia, sepse disi kam dal nga rutina ime, edhe truri jo, nuk e di pse funksionon kështu. Më duhen diku te 2 ditë që të mësojmë të ri në shtëpi të mos bëj asgjë, jo më shumë. Kurse që të mësoj trupin të shkoj në palestër çdo ditë, të nis prap të filmoj. Ndim që nuk mundem të flas akoma në kamera, sepse kam haruar si ta bëj këtë gjë. Që të mësojmë të hyj prap në rutinë, duhet të paktën 2 javë. Nuk e di pse është kaq vështirë. Tani ndërkohë kam erdhur në kuzhinë, kam nxjerr chicken nuggets, të cilat mi mori babi dje nga supermarketi, thash më merr mish pule, që të ha pak protein mbas palestrës. Ora ka vajtur 1 drekës, mëngjes nuk kam ngrënë normale, kam pirë kafen time dhe tani ndjem që kam nevojë për të dytën. Por jo akoma, jo, do ha dreke pastaj shohim, edhe do I ve në air fryer pa vaj pasje. Do I hap me pak sallat, mirë është. Besoj, I think it's okay. Edhe dua t'ju them që sa vështirë më duket tani që shkoj në palestër vetë, sepse isha mësuar shkoja me një shoqe, e cila ndalovi me palestrën, sepse do të nis një aktivitet tjetër këtë andej. Edhe unë I thosha jo, të lutem mos më le vetë. Por të paktën shkoj në mëngjes që nuk ka kaq shumë njerëz sa ka në darkë. Për shembull, ose mbasdite që bëhet nami, të tipit duhet presësh në radhë që të bësh një ushtrim te palestra që shkoj unë. Nuk e di çka ka ndodhur, po prap kur je mësuar të shkosh me një njeri tjetër që edhe do bëni ushtrimin, po edhe do thoni do një budallalliqe, edhe nuk dish kaq shumë në siklet kur hy brenda, sepse ke një njeri të flasësh, të thuash diçka, është shumë ndryshe tani, por s'ka gjë, nuk do pushoj tani edhe unë ka palestrat se nuk kam me dikë të shkoj, sepse vërtet është që në këtë jetë I vetmi njeri që kemi është vetja jonë. Edhe para se të filloj filozofitë e mia, prisni të vetë mishpullen të piqet. Edhe kjo është edhe shenja juaj, po doni të nisni palestrën, nuk jeni nevojë për asnjëri. Është shumë më mirë të ndani këtë eksperiencën me një shoqe, me një familjar, me një njerit të afërm, por në fund të ditës, po njerëzit tonë kanë plane të
tjera, rutinë të ndryshëm, nuk munden të vinë me ne, edhe nuk mundemi të presim gjithmonë një njeri tjetër që të nisim diçka që na bën ne të lumtur. Mirë, palestra mund të jetë një gjë që më bën mua të lumtur, jo kur shkoj, por kur kthehem në shtëpi ndjem shumë më mirë me veten time. Se është shumë vështirë të çojmë në mëngjes, por tani që jam kthyer në shtëpi, ndjem që kam shumë energji të bëj edhe gjëra, të filmoj, të flas, të dal. Por ju mund t'ju bëj të lumtur një aktivitet tjetër. Shkoni, bëheni, mos prisni njerëz të tjerë që t'ju marrin nga dorë dhe t'ju çojnë. Se kështu përfundojmë thjesht jetën tonë të presim edhe të mos bëjmë gjëra dhe të arrijmë pastaj 30, 40, 50 vjeç të themi unë kur kisha mundësi atëherë nuk e bëra edhe të mërzitemi. Një qëllim i dytë që kisha për vitin 2026 ishte të filloj të lexoj libra. Që kur e mbaj mend veten time, librat për mua ishin jo shumë të mira. I lexoja me zor sepse isha mësuar nga shkolla që duhet të lexoj, duhet të mësoj përmendesh çdo gjë që thot një libër. Librat realisht të hapin horizontet që ke si njeri, një formë tjetër argëtimi, sepse çdo herë që shtriesha në krevat në darkë, kapja telefonin edhe filloja shikoja TikTok, Instagram, ndjesha që informacionet që mirja ishin kot pa lidhje, nuk i kisha nevojë, kështu që thash duhet të nis të le pak telefonin në anë, kështu që le të shohim si vajti procesi e librave. Sot pak më bukur situata, sepse jam lyer se po filmoja disa TikTok, po mundohem prapë të hy te bote TikTokut, disi, po mundohem, nuk është kollaj, sepse ndjem që kontenti që më pëlqen mua nuk i pëlqen fare njerëzve. Të tipit ato get ready with me, të luemi bashkë, të flasim këtë andej, ndjem që nuk e di po ju interesojnë edhe shumë, po unë i bëj, se ky është stilim edhe nuk mundem të bëj diçka tjetër që nuk më shkon. Por nuk e hapa kamerën që t'ju flas për TikTokun, e hapa kamerën sepse dje bleva këtë librin, në fakt i thash të dashurit që kishte dalë një qendër tregtare, të shoh po e ka këtë librin edhe ma mori, ma blevi, ma bëri dhurat. Kështu që desha t'ju them që ndjem shumë krenare për veten time, fillova e nisa dje, jam te faqja 55 dhe më duket shumë interesante deri tani, gjeta në TikTok se po kërkoja ndonjë rekomandim edhe pash që një vajzë thoshte për këtë librin, quhet Twisted Love edhe është si një seri, ka 4 libra në total. Ky është libri i parë dhe ka edhe 3 të tjera, të cilat po më pëlqeu kjo, do i vazhdoj, do marr edhe të tjerat që t'i lexoj. E ka shkruar Ana Huang. Se kam lexuar deri tani, më duket interesante, është një libër jo filozofike, jo që t'i jep diçka në realitet, është një libër thjesht që thot një histori, sikur shikon një serial. Edhe unë këtë desha, sepse si qëllim për 2026 kam vënë të filloj të lexoj edhe libra, sepse po mundohem të ri sa më larg nga telefoni im edhe nga rrjetet sociale që nuk më bëjnë edhe shumë mirë. Desha të filloj me disa libra të cilat do jenë pak më të lehta për të lexuar, edhe do më tërheqë historia, sepse të bukura janë edhe ato librat që kanë filozofi brenda, kanë shumë informacione, këte andej po janë shumë të vështira që të ri të përqendrojmë atje edhe duhet të kish shumë dëshirë t'i lexosh. Kurse unë jam një person akoma që do shikoj edhe pak telefonin, do dëgjoj diçka edhe do më ik mendja. Prandaj fillova me këtë libër, nuk e di si më duket akoma, do ju them në vazhdim. Po e keni lexuar, më thoni, më duket është libër romantik, me sa ka filluar historia, duket pak kështu romans. Të desha t'i them, t'ju jep edhe ju pak inspirim të filloni gjëra të reja, të cilat i kishit lënë pas dore, thoshit që do filloj, për shembull të lexoj. Shkoni blini librin, edhe mos e lini te rafti, të lexoni. Të hym bashkë në 2026 edhe të mundemi të jemi njerëz më të mirë për veten tonë. Edhe kur të vi përsëri në Shqipëri, dua të ble edhe një libër shqip që të shoh po ka mundësi të kuptoj, të lexoj edhe të filloj të ambientojmë me gjuhën shqipe. Edhe po keni dhe rekomandime për libra që keni lexuar ju, kështu të lehta për fillim, më shkruani poshtë komente, do desha shumë t'i shoh, pastaj jo akoma, se nuk desha të filloj të blej libra 5, 6, 7, 10 kur
kur nuk kam lexuar të parën, thash do e bëj me radhë, do lexoj njërin pastaj do ble tjetër. Sepse kam edhe këtë huqin të keq që mundojmë edhe këtë ta heq, që shkoj dhe ble shumë, sepse jam në atë fazën entuziaste dhe them po do filloj, do bëj, ashtu, edhe pastaj e le. Edhe bëj edhe me gjëra të tjera këtë gjë, si për shembull shkoj ble make-up-e. Edhe nuk kam nisur akoma make-upin për shembull që kam në shtëpi të riun. Po them ja edhe ky për këtë kisha dëgjuar që ishte shumë i mirë. Edhe në këtë mënyrë mbledh atje 2, 3, 4 lloj make-up-e të ndryshme, edhe nuk mbarojnë kur. Kështu që kam thënë që kur të mbaroj njëra, pastaj do shkoj të ble tjetër. Nuk do i ble në këtë mënyrë që e bëj unë tani. Të fillojmë të bëjmë edhe blerje në të mençura në 2026. Siç mundeni të kuptoni, ky vlogu do jetë si të arrim të jemi versioni jon më i mirë. Shpresoj t'ju inspiroj edhe ju. Edhe tani provime. Gjëja që më streson më shumë në jetën time momentalisht, le të shohim. Akoma një ditë që po e kaloj në shtëpi duke lexuar, por kësaj radhe nuk po lexoj librin tim, të cilin mora para 3 ditëve edhe jam në këtë fazë, në fazën që nesër pas nesër do përfundoj ky libri, edhe me siguri do shkoj të marr edhe librin e dytë, sepse ka një histori që do ta ndjekësh, do të shohësh çfarë do ndodh pastaj, edhe prandaj kam lexuar edhe kaq shpejt, por sot e kam lënë në anë edhe pse dua shumë ta lexoj atë librin, sepse kemi provime në universitet edhe nuk dua fare. Kam qenë në mëngjes diku te 3 orë gjys që po mundem të shkruaj disa ushtrime në letër që të më ngelen në mendje, disi mundojmë edhe unë të gjej mënyrë të më ngelen se informacionet që po lexoj, sepse arriti një pikë që thjesht lexoj edhe nuk kuptoj asgjë, edhe pastaj them tani çfarë lexova. Edhe prap nga fillimi, derisa të më ngelet në mendje, se nuk kam që bëj. Për 2 ditë do jap mësimin tim të parë, edhe jam super i stresuar. Rikthimi në program nuk është kaq kollaj sa mendoja që do ishte, por jemi këtu edhe do luftojmë deri në fund. E shikoni situatën time këtë ditë, nuk e di pse. Sytë e mia këtu nga poshtë kanë filluar edhe bëhen, nuk e di si quhen këto, rreth të zeza, kështu quhen. Po çdo ditë që zgjohem, i kam syt të fryra, po kur ju them të fryra, dukem si, nuk e di, nuk mundem të shikoj veten time në pasqyrë më. Edhe e kam këtë pjesën në poshtë të zezë fare, sidomos orën e parë e mëngjesit jam keq, shumë keq. Edhe nuk e kisha kur në jetën time, po mundoj të gjej mënyrë si ta përballoj këtë problemin që më ndodhi kështu, një ditë thjesht sa do të shkatroj lëkurën edhe u zgjova ashtu. Edhe them tani të vej ai paçis në fytyrë sa po lexoj, sepse tani që jam në shtëpi nuk më intereson si dukem, kush do më shikoj. Por nga ana tjetër, ndjem e lumtur që këto ditë po ri në shtëpi edhe nuk po dal, nuk po bëj asgjë, sepse ka filluar të bëj super ftohtë jashtë, edhe kur mendoj që nuk kam pse të dal nga shtëpia, them shiqyr, se nuk do desha. Jam nga personat që nuk më parapëlqen dimri, po okej, kur ri në shtëpi disi kënaqem, por prap jam vajzë behari. Dimri sigurt jo. Edhe tani duhet të vazhdoj me leximin tim. Kështu që shifemi në një moment tjetër të jetës time, do shohim. Edhe tani në vazhdim do shikoni procesin e mirëmbajtjes, sepse gjithmonë duhet të kujdesemi për veten tonë. Realisht, bukuria nuk është për të tjerët. Unë kur ngrihem në mëngjes dhe shikoj veten time në pasqyrë, që jam e mirëmbajtur, i kam vetullat për shembull të hequra ose e kam lëkurën të pastër, ndihem aq mirë, më jep aq shumë energji dhe pozitivitet të vazhdoj me ditën time, që vetëm për veten tënde duhet të rishe të meresh, edhe për asnjëri tjetër, kështu që le të shohim vazhdimin. Më në fund ka erdhur ora të heq vetullat e mia, të cilat janë në këtë situatën skandal. Transformohemi edhe bëhemi njerëz për 3, 2, 1. Taran! Ja si duken vetullat
mbasi kam hequr. Jam një njeri totalisht ndryshe. Mirë, tani jam edhe paluer edhe të gjitha këto, e kuptoni. Fytyra ime momentalisht është edhe fryrt, se është edhe mëngjes, edhe se jam zgjuar, e kuptoni, po është situata shumë mirë, edhe tani ka radhë kjo situata këtu. I shikoni thënjtë e mia të cilat janë skandal, por do shkojmë ti bëjmë tani ti rregullojmë bashk, sepse programi sot ka të transformohemi, të bëhemi prap njerëz. Edhe kam pronontuar të bëj gel, thjesht nuk kam gjetur akoma çfarë dua të bëj të thënjtë e mia. Nuk jam e sigurt fare. Nuk e di. Do hy tani në Pinterest të gjej ndonjë ide edhe pastaj do nisem për të thonjë. Ma arriti edhe kjo pakoja sot në mëngjes, edhe është nga House of CB, mezi po pres ta hap kur të kthejmë në shtëpi, që është gjigante, nuk e di pa shikoni, është gjigante. Kam marrë disa gjërka të bukura. Kam zgjedhur edhe një fustan kështu shumë cute të bukur. Jo cute, po kështu për natë, të zezë, me tantel, me të gjitha këto. Edhe shpresoj të marri mirë, sepse jemi afër te ditëlindja ime. Në datën 23 kam ditëlindje, unë ndërkohë në datën 26 kam provime. Kështu që nuk është që do festoj shumë, do bëj ndonjë gjë super të madhe, sepse do duhet të lexoj ato ditë, jem atje fokusuar, po mbasi bëjmë diçka të vogël, do dal ndonjë xhiro, nuk e di çfarë do bëj fix, edhe dua ta vesh atë fustanin që kam marrë. Realisht dua ta vesh, shpresoj të marri mirë. Kanë kaluar 2 ditë, unë desha t'ju tregoj thënjtë e mia që vajta i bëra dje, kur vajta. Harova fare, tani kujtova edhe thash prit ta hap kameran, sepse shikoni sa cute që kanë dalë. Kam bërë një bazë shumë të thjeshtë, baza është gjeli thjesht, që ka këtë ngjyrën si tipros, edhe nga lart kemi vënë këtë efektin perl. Edhe ndjem që më kishte munguar pak kjo ndjesja clean girl. Edhe tani që hapa kameran, ora është 10 e mëngjesit. Unë jam zgjuar që në orën 6, sepse kisha provim në universitet, nuk jam e sigurt si vajti, ndjem që nuk vajti shumë mirë, por, do ju them tani, vajta para 2 ditëve, prap për provime, edhe atë ditë kisha shkruar mirë. Të tipit besoj që e kam kaluar atë mësimin, shpresoj. Prandaj atë ditë, mbasi mbaruam provimet me gocat, vajtëm një xhiro nëpër dyqane, kisha edhe gocat shumë kopa i parë, edhe thëm le të bëjmë një xhiro këtej andej, hym te Zara, ka edhe ulje këtë kohë, kështu që desha t'i them vetes time një bravo, do ju tregoj çka kam marrë nga Zara. Për veten time mora vetëm një gjë, një pal pantallona, të cilat janë verore, siç mundeni të shikoni edhe nga ngjyrat, por edhe materiali është shumë i lehtë, edhe duken disi kështu, janë me bel të ullët, edhe i mendova me një bluzë kafe ose të bardhë nga lart, nuk jam e sigurt akoma. Ndjem që do duken shumë nice, edhe ju kam thënë që po mundojmë të ve pak më shumë ngjyrë te gardaroba ime, sepse të gjitha rrobat e mia janë të zeza, bezh, të bardha, edhe këto ngjyrat që të bukura janë edhe këto, po dua edhe diçka më Nuk mundem të vendos, unë nuk jam një njeri që ka një stil, sepse unë mërzitem shumë kollaj. Unë një javë mund të kem një stil kështu më elegant, më chic. Javën tjetër mund të kem një stil pak më 2000s. Një javë tjetër mund të dua të vesh vetëm fustane. Unë nuk kam një stil në përgjithësi. Është një kombinim nga të gjitha ato që më pëlqejnë, edhe nuk më intereson të kem një stil, sepse njerëzit kanë shumë ana, shumë karakteristika, nuk mundem të jem vetëm kjo gjë, ose vetëm ajo gjë, do të jem shumë gjëra. Edhe me që kam mundësi të jem shumë gjëra, të do bëj. Pastaj kam marrë edhe 2 pantallona të tjera, të cilat nuk janë për mua, por janë për Davin, të dashurin, sepse punon këto ditë shumë orë, edhe me që nuk patëm kohë të shkojmë bashkë, sepse deshte dhe ai të shikonte ndonjë gjë tani që kishte ulje, vajta unë pash, më pëlqyen 2 gjërka, ja mora. Xhinxet e para janë këto këtu, të cilat këtu kanë diçka të qepur, Commanders. Por më pëlqeu shumë stili i pantallonave, më duket si stil vintage, si veshjet që kanë studentet nëpër universitete amerikane, këtë stilin më kujton nëpër filmat që kam parë domethënë. Edhe këto kushtonin 26 euro. Shumë nice, edhe t'ju tregoj edhe tjetrën. Mua në përgjithësi nuk më pëlqejnë xhinkset të ngushta te burrat. Edhe te gratë, po te gratë hajt më mirë disi. Te burrat nuk
më pëlqejnë fare, kështu që normali që gjithë jeanset, pantallonat që i marr janë të gjera edhe David i pëlqejnë të gjera. Se dikur, kur e njoha unë, kishte një stil skandal, por normale që ne gratë dim pak më shumë. Edhe të dytat, jeanset, janë këtu, të cilat më pëlqejnë shumë sepse duken si të grisura, apo jo të grisura, prisni t'ja u tregoj nga afër. Janë disi kështu. Edhe më pëlqeu edhe ngjyra që është, nuk e di si ta shpjegoj këtë ngjyrën që ka. E vërteta është, po ndiem që shkon me çdo lloj bluze, mund të kombinosh me çdo gjë. Edhe këto kushtonin 20 euro. Shumë të bukura, shumë nice. Ja vlen, tani në për ulje ja vlen të shkosh të blesh nga Zara. Me që është akoma herët në mëngjes, ora është 10:30 më duket, them të ndrojmë edhe të vesh stretche do një bluzë kështu të thjesht të shkoj në palestër, sepse në këtë orar në përgjithësi nuk ka shumë njerëz. Por para se të ikë desha t'ju tregoj këtë këtu. Nuk e di po e mbani mend, unë para disa ditëve kisha bler këtë librin këtu, i cili quhet Twisted Love, ja u kisha thënë që mundojmë të filloj të lexoj, e mbarova. Unë kam në përgjithësi një lidhje toksike me librat edhe me serialet. Po nisa diçka, unë nuk do flej gjumë, unë nuk do ha bukë, unë nuk do dal nga shtëpia derisa të mbaroj historinë, sepse sidomos kur janë histori si këto që janë kështu romantike me çifte që nuk duhet të jenë bashkë, po ata janë edhe disi fshehur, edhe disi e kuptoni të gjithën këtë histori, nuk besoj që janë libra për fëmijë, se ka të bëjë me çifte me si film romantike, kuptoni pak a shumë, po më tërheqin tepër shumë këto historirat mua. Edhe vajta mora librin e dytë, nuk e mora unë, prap Devi më mori, sepse ka atë dyqanin që shet libra afër te puna, vajti më mori edhe të dytën. Të tretën e gjeta në Vinted, kështu që e kam porositur, edhe shpresoj të gjej edhe të katërtën, sepse këto kushtojnë nga 18 euro njëra, kurse në Vinted e pagova 7 euro njëra. Të blini libra në Vinted se është shumë ekonomike. Por desha të them që mezi po pres të mbaroj me palestrën, që të kthem në shtëpi dhe të filloj të lexoj këtë librin këtu, edhe pse duhet të filloj të lexoj edhe për universitetin, që kam edhe provimet tjera, por do i ndaj pak ora. Do lexoj gjysmore librin tim, pastaj do filloj pak me mësimet, pastaj do rikthem, e dini ju. Ika për palestër. I'm not sure about it, feels like obsession. Can't let go, yeah, you need my connection. Don't be shy. Rikthimi në shtëpi. Nuk e besoja që doja dalë, se jam zgjuar që në orën 6 edhe nuk kam fjetur shumë orë në darkë. Fjeta vonë, e vërteta është. Edhe ndjesha pak e kputur, po thash duhet të shkojmë palestër sot. Vajta. Edhe vajti shumë mirë. Me thënë, ja dola me ushtrimet më mirë se sa besoja. Edhe tani që jam rikthyer, kam vënë ujë që të marr val, që të zi makarona, por derisa të marr val ujë, dua të vej pak vaj në flok, sepse të hyj të bëj banjë normali, kam flokët me llak me të gjitha, edhe dua para se të hyj të bëj banjë, ta mbaj për donjë orë vajin që do vën flok, që të zbutet pak floku, mundohem këtë kota mbaj pak më mirë, sepse ju kam thënë e kam edhe të lyer tani, dua të shkoj të bëj edhe një, çfarë më kishte thënë, një toner, duket, kështu qet, nuk e di si qet, që të hapet pak akoma, se ndiem që tani ka filluar edhe po zverdhet, edhe pak më vonë dua ta hap akoma pak më shumë, të shoh po do më shkoj në behar, diku afër te behari, jo akoma, sepse dua ta bëj avash që të mos shkatroj flokët e mia. Po, kaq. Vaj që do përdor është ky këtu nga Moroccan Oil. Nuk e kisha bler, kisha vajtur, kisha marrë diçka nga Sephora, nuk e mbaj mend ça. Edhe më kishin dhënë 2 të tilla vaj treatment për flokët, falas në fund kur pagova. Edhe thash, okay, nice, pse jo. Kështu që këtë do përdor për sot. Po ve edhe lart te ranja, po do ve pak edhe poshtë, te pjesa që janë më të dëmtuar atje, që janë lyer, domethënë. Edhe
Atëre ditë e fundit që kam filmuar për këtë vlogun është ditëlindja e mamit. Muaji janar është muaji ditëlindjeve. Të gjithë në këtë familje kemi ditëlindje në janar. Mami në datën 17, unë në datën 23, babi në datën 31. Vetëm motra nuk ka ditëlindje në janar. Plus kam edhe kushurin, për shembull Marina, Nadia, burri e tezes, shumë nga familja, kështu që mblidhemi çdo javë në një shtëpi tjetër për ditëlindje. Javën tjetër është ditëlindja ime. Nuk besoj që do bëj diçka super wow, sepse kam edhe provime, por shpresoj të arrit t'ju bëj një vlog, sepse do bëjmë edhe 23 vjeçun. Por le të fokusohemi te ditëlindja e mamit tani për tani. Sot ka ditëlindje mami. Edhe ja ku janë dhuratat e saj. Më mori babi në telefon kur isha në shtëpi. Ishte në punë babi, më tha ç'a po bën? I thash jam në shtëpi po bëj editim, mama më tha ke punë. I thash më thuaj ç'a do? Më tha po mendoja të shkosh ti marrësh mamit një buket me lule. Se më tha unë jam në punë dhe më shumë mundësi do vonojmë këtë ende. Më tha shko po ke mundësi. Kështu që prandaj unë vajta i mora një buket me trëndafila nga babi edhe tulipan nga ana ime dhe të David që jemi bashkë në makinë. Që po do mundesh të flasësh tani. Thuash përshëndetje. Përshëndetje si jeni. Përshëndetje. Ndërkohë i kemi marrë me motrën mamit një dhuratë tjetër për ditëlindje, të cilën e kemi pronontuar sepse nuk është dhuratë fizike që ta prek, domethënë ta marr, është dhuratë eksperiencë. E kemi pronontuar të shkojmë unë, mami edhe motra, që këtë do e shikoni më vonë dhuratën për ditëlindjen e mamit. Do e marr muajin tjetër. Edhe e vendosëm ta bëjmë kështu, sepse e pyetëm mamin, ç'a të mungon, do një varse, do një unaz, do një këtej, do një ande roba. E pyetëm për të gjitha, nuk deshte as edhe një gjë, kështu që tham, okay, me që mami të pëlqejnë 2-3 gjëra në këtë jetë, do i pronontojmë këtë eksperiencën. Edhe 100 mami. Falenderit e nana. Të pëlqejnë lulkat? Shumë. Dikush po të merr në telefon. Do të urojnë. Shumë falenderit. Jeni mirë të gjithë. Asje. Atë ditë në darkë u mblodhëm te shtëpia e tezes, sepse deshte të na bëj tavolinën për rastin që para disa ditëve kishte ditëlindje Nadia, kushurira. Ditën tjetër do kishte ditëlindje burri e tezes, plus Nadia mori edhe diplomën e universitetit. Kështu që ishin të gjitha këto rastet të mbledhura, edhe bërëm edhe ditëlindjen e mamit bashkë me familjen të shtëpia e tezes. Edhe disi kështu do e mbyll këtë vlogun. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Dua të bëni një like, një subscribe, një koment, të më ndihmoni, të suportoni këtë kanalin, edhe ne do shihemi te video radhës.